Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që vuajnë nga këto probleme nuk duhet të konsumojnë kurrë hudhra. Hudhra mund të jetë shumë e rrezikshme nëse keni ndonjë problem shëndetësor. Sipas studimeve, konsumimi aktiv i hudhrës relakson enët e gjakut dhe njëkohësisht ul presionin e gjakut. Ajo forcon sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht është e dobishme për trajtimin e infeksioneve. Nëse hahet e papërpunuar, ajo shkakton erë të keqe dhe urth, por më së shumti varet nga kimia e trupit të individit. Sado e shëndetshme që mund të jetë, ajo mund të sjellë probleme shëndetësore në grupin e këtyre njerëzve. Hudhra ka veti natyrale antikoaguluese dhe nuk mund të kombinohet me ilaçet antikoaguluese. Ilaçet të cilat përdoren gjithashtu për trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, hollojnë gjakun dhe këtë mënyrë parandalojnë mpiksjen nga plakja. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në gjakderdhje. Nëse jeni duke marrë ndonjë mjekim, nuk duhet që të merrni hudhra pa u konsultuar më parë me mjekun. Sipas ekspertëve, personat me stomak të ndjeshëm duhet që të shmangin hudhrën sepse ajo është e vështirë për t'u tretur. Gjatë shtatzanisë, ju duhet të keni parasysh se marrja e hudhrës si një ilaç nuk rekomandohet. Gjithashtu duhet të dini, nëse keni presion normal ose të ulët të gjakut, ju nuk duhet të hani hudhër çdo ditë. Presioni mund të ulet më tej duke shkaktuar komplikime. Gjithashtu duhet të keni parasysh se hudhra nuk duhet konsumuar përpara gjumit. Ja arsyet pse nuk duhet që ta bëni. Hudhra është padyshim një ushqim i cili nuk duhet të mungojë gjatë ditës. Vlerat e saj për shëndetin janë me të vërtetë të panumërta, sidomos kundër virozave dhe inflamacionit. Por në fakt, kur vjen puna tek gjumi, ajo nuk ka asnjë ndikim në cilësinë e tij. Sipas të dhënave, hudhra gjithashtu është efikase edhe në trajtimin e sëmundjeve si ateroskleroza, ishemia, problemet me imunitetin, artritin dhe problemet me shikimin. Në këtë video ju do të mësoni të gjitha arsyet pse hudhra nuk rekomandohet të konsumohet në mbrëmje përpara gjumit dhe kjo nuk vjen vetëm prej aromës të saj të fortë. Hudhra irriton stomakun. Hudhra e irriton të gjithë sistemin tretës ndaj sasitë e mëdha të hudhrës të ngrëna në mbrëmje intensifikojnë sekretimin e lëngjeve gastrike dhe njëkohësisht të përshtymës. Një gjë e tillë juve do t'ju lërë pa gjumë. Sekreti i përvetësimit të vlerave të hudhrës është që ta konsumoni atë në mëngjes ose në darkë. Një gjë e tillë gjithashtu mund të ketë benefitet dhe efektet e saj anësore. Ndërkohë, si mund ta konsumoni? Rekomandohet që ju të konsumoni hudhër në darkë të paktën 2 apo 3 orë përpara gjumit dhe sigurisht ta shoqëroni atë me ushqim. Kështu ju do të evitoni aciditetin e stomakut. Hudhra dhe gjithashtu rrugët e frymëmarrjes. Hudhra nga ana tjetër hap rrugët e frymëmarrjes dhe njëkohësisht ajo përthan sekrecionet, por kjo nuk do të thotë që hudhrën ju duhet ta hani përpara gjumit. Mjafton që atë ta konsumoni gjatë ditës rregullisht, pra në mëngjes ose rreth drekës. Fuqitë e pashtershme të hudhrës. Nëse hudhra është ajo e cila nuk ju shkakton probleme në stomak, atëherë duhet që ta hani atë rregullisht. Nëpërmjet hudhrës, ju do të mund të furnizoni trupin me ushqyes të dobishëm. Hudhra ndihmon sistemin tuaj imunitar dhe atë kardiovaskular që të funksionojë në mënyrë maksimale. Sa i përket gjumit, ne ju rekomandojmë një sër ushqimesh siç janë për shembull spinaçi, arrat, brokoli, kungulli, avokado, banania.
Njerëzit të cilët kanë probleme me gjumin duhet të shmangin gjithashtu ushqimet e përpunuara. Ushqimet me sheqer, karbohidrate, yndyra kanë një ndikim të fortë në procesin e përgjumjes të trupit. Ato vështirësojnë çdo përpjekje të trurit për të prodhuar melatonin, sidomos nëse konsumohen shumë pranë orarit të gjumit. Çokolata gjithashtu nuk rekomandohet përpara gjumit, sepse ndërpret procesin e sekretimit të hormoneve të gjumit. Gjithashtu, ne do t'ju tregojmë arsyet se pse ju duhet të hani hudhra çdo ditë. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është mjaft e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë arsyet se pse ju duhet të hani hudhra çdo ditë. Mbani dhëmbët tuaj të shëndetshëm. Ulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra gjithashtu ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas ulumtimeve, hudhrat janë shumë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe njëkohësisht ne bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalt. Kjo është pasoja e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mund të jetë një shtesë mjaft e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra gjithashtu ju bën edhe më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instinktet tuaja, por në fakt është e vërtetë. Sigurisht të gjithë ne e dimë efektin që hudhra ka në erën e frymëmarrjes tonë, por a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet nga viti 2016 kanë treguar se ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve të cilët kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret të cilat shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur ju hani hudhra. Jini të vetëdijshëm se kjo funksionon më mirë kur ju hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhra e freskët gjithashtu forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribojë në shëndetin ton është e ditur prej kohësh. Hudhra, sipas ekspertëve, ka qenë e njohur për shekuj me radhë për vetitë e saj të cilat veprojnë kundër baktereve, viruseve dhe njëkohësisht kërpudhave. Për forcimin e sistemit imunitar duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur shtypni ose kur prisni hudhrën, ajo çliron alicin dhe njëkohësisht kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.